Përshëndetje, kemi një temë shumë të rëndësishme mbi ndikimet planetare, por kemi një aktivitet planetar që do të thotë ndikimi më i madh që ka të bëjë me eklipsin diellor në shenjën e ujorit në boshtin e ri ujor Luan. Por vallë, çfarë ndodh dhe si funksionon ky eklips dhe çfarë neve na ofron në fusha të ndryshme. Por të dini gjë dhe ta keni nga Jorgo. Kur kemi eklipse, kur kemi hënë tre, kur kemi hënë plot, kur kemi ndryshime dhe ndikime planetare, është koha më e mirë, mund të marrim një tortë. Kjo torta do thot me eklipsin që kemi, sepse pastron gjërat e errta, pastron pa pastërtit dhe na jep mundësinë të shkojmë përpara. Të pastron gjërat që neve nuk na duhen, sepse kemi bërë shumë, s'kemi marrë asgjë. Kemi pasur shumë probleme në lidhje me çështjet madhore apo gjëra nga më të rëndësishme ligjore me pa të drejtë, me padrejtësitë do vinë në vend dhe shumë gjëra të tjera do të diktojnë dhe do të ndikojnë. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, le të hedhim një sy pikërisht kësaj ndikimi dhe këtij ndikimi planetar siç është eklipsi hënor dhe hëna e re, në të ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësitë që vinë në lidhje me ndryshimet, në lidhje me takimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Gjithçka është e mundur me eklipsin diellor në ujor. 17 shkurt 2026, madje edhe në të pamundurën mund të jetë e mundur. Por vallë, ndikimi i këtij eklipsi të parë të vitit që zhvillohet me datën 17, pra ditën e nesërme, le bëhet një parashikim vetëm përpara, pra datës 17, në shenjën ujor dhe hap vallëzimin për një seri eklipses që do të zhvillohen në boshtin ujor Luan. Deri në vitin 2028, e kam thënë dhe e them të madhe, çfarë do ndodhi deri në pranverën e 2028-s, jeni dëshmitar të asaj çfarë po ndodh. Kënaqësia ime dhe vlerësimi i parashikimeve që kam thënë dhe në vitin 2024, 2025, sepse ata kanë filluar ndryshimet e mëdha. Në 2025, 2026 në fillim të vitit mund të shkoni ta shikoni pak çfarë ndodh në lidhje me ndikimet të mëdha që do të kemi tani atutje deri në 2028, deri në 2037, domethënë po deri në 2028 që kanë bënë me disa ndryshime të mëdha, me disa vendime që merren. Ky eklips me unazën diellore që është gjithashtu një hënë e re që do të na ndihmojnë të rifillojmë jetën tonë. Pasi formohet një katërkëndësh me Uranin, planetin që sundon ujorin dhe i cili është i ndërthurë me situata të paparashikueshme, ngjarje të papritura dhe humore të ndryshme. Ajo që do të kemi dhe ndikimet në inovacion. Është një eklips diellor i paparashikueshëm. Hënë e re, motoja së cilës është çdo gjë është e mundur, madje dhe skenari më i pamundur. Pra, duhet të jemi të përgatitur për shumë surpriza, madje edhe për habitur veten tonë, se si ka gjëra që jemi lodhur shumë dhe bën kaq kollaj. Eklipsi diellor dhe hëna e re në ujor do të na shtyjë të shkundim nga jeta jonë gjithçka që na shërben dhe gjithçka që na pengon që të ecim përpara, gjithçka që vonon progresin tonë, gjithçka që nuk na shërben më. Na shtyn drejt ndryshimeve rrënjësore dhe fillimeve të reja, të cilët megjithatë do të vinë pasi do të përfundojë disa cikle dhe të japin fund situatave që na thithin energjinë për të na ofruar asgjë thelbësore në jetën tonë. Megjithatë, për shkak se do të nxitohemi të ndryshojmë gjithçka dhe do të bëjmë hapa përpara, mund të marrim disa vendime pa menduar për pasojat dhe për këtë arsye duhet të jemi të kujdesshëm dhe jo impulsiv. Sigurisht, eklipset sjellin gjithmonë ndryshime të papritura në jetën tonë, kur na ndikojnë pavarësisht nëse i duam apo jo. Pasi mund të lindin disa situata të papritura që nxjerrin jashtë ekuilibrit dhe na detyrojnë të ndryshojmë. Çfarëdo që na surprizon duket vështirë, ne mund të reagojmë ose të rezistojmë, por përfundimisht do të na kuptojnë se këto ndryshime do të bëhen për evolucionin tonë. Shenjat e zodiakut dhe ascendentet do të preken më shumë nga eklipsi i parë i vitit, që janë shenjat Demi, Luani, Akripi, Ujori, Iridicitret dhe ata që kanë një ascendente ose planete në këto shenja, afër 29 gradë. Në një nivel më të përgjithshëm, eklipsi do të sjellë zhvillime në nivel shoqëror dhe politik, dhe ndoshta ngjarjet aktuale do të jenë
pak më të rënda ose do të dëgjojmë për situatat që prekin udhëheqësit e vendeve të ndryshme, përfaqësues të kompanive dhe interesave të mëdha. Vendi ynë, i cili ndikimi që ka të bëjnë, mundësitë që jepen nga ky eklips është veçanërisht në sektorët që lidhen me transporte të ndryshme, me media gjithashtu. Eklipsi shpesh krijon paqëndrueshmëri në fenomenet meteorologjike dhe geofizike, por jo problem për të shqetësuar, sepse kanë ndodhur, ndërshekuj do të ndodhin dhe kanë për të ndodhur. Për sa i përket asaj, sepse lidhja që bëhet ose mundësia që jepet, nuk do të thotë që kemi një eklips, është vetëm eklips që ndodh. Nuk diskutohet që kemi eklipse dhe eklipse të tjera, që pak a shumë çdo vit kemi 3 me 4 eklipse dhe kjo nuk do të thotë problem. Por ky eklips është i veçantë në llojin e vet, në fushën e vet dhe në këtë har kohor, në këtë boshë do të kemi edhe 3-4 eklipse edhe më tepër që do të ndikojnë deri në 2028. Pra 2 vite që do vinë i kemi në këtë boshë eklipset dhe ndryshimet që do të kemi të furishme dhe për disa mund të jetë pak a shumë e lodhshme, e mërzitshme, por do shkojnë në vendin e tyre. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 2 mësore zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar, për të parë se çfarë doni të bëni tani me këto eklipse dhe sa ndihmon tek juve, tek puna juaj, tek dashuria juaj, tek familja juaj, tek blerjet, tek shitjet, tek mundësitë, tek udhëtimet e shumë gjëra të tjera dhe ku ndodhet eklipsi, në çfarë shenje ndikohet më tepër, e kemi atje. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numër për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe të dhënat e tjera, pastaj jeni gati për të folur bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve, e juve dëshironi që të dërgoni mesazh sepse jemi ditën e mërkurë live me juve dhe që të jeni të përgatitur për këtë gjë, kemi pikërisht të butonin to. E klikoni, i ndiqni hapat të sigurt dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Nëse doni më tepër me një abonim të thjeshtë, një abonim shumë të thjeshtë, mund të klikoni dhe të shikoni tek membership. Mund të klikoni atje dhe mund të merrni shërbime direkte, pastaj pyetje përgjigje në privat dhe atje pastaj mund të merrni dhe më shumë informacione rreth shenjës tuaj në kohën që ne jemi live dhe mbas live-it flasim direkt me abonuesit sapo kanë bërë abonimin edhe direkt pastaj shikojnë ku aty ku shikoni membership, pra pikërisht ja shikojni këtu, te ky do të klikoni juve, që të shikoni se si funksionon në lidhje me membership për parashikimet momentale i themi kësaj, pra në kohë që jemi live për gjithë ata që kërkojnë dhe i falenderoj shumë që kanë kuptuar çdo thot membership, e kanë kuptuar se si funksionon mbas emisionit që neve shkruajmë në mesazhe pastaj për pyetje përgjigje dhe marrin informacionin e plot për çështjet e tyre. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit të ndryshimit të madh që do thotë shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se fusha e jetës shoqërore, puna në grup, qëllimeve, miqve, partnerëve ndikohet nga ky eklips diellor në ujor dhe në shenjën Luan që është në këtë boshtë. Edhe disa situata që mund të lindin papritur, që do sjellin ulje dhe ngritje. Nëse keni lindur në fund të shenjës ose nëse keni planetet në gradën e fundit, është e mundur që të ketë ndryshime me qëllimin tuaj të ardhshëm ose një njohje të re që mund të lindin qoftë në nivel personal apo miqësor, që do t'ju entuziazmoj. Do të jeni më ambicioz, do të dëshironi të bëheni të pavarur dhe mund të nxitoni të merrni një rrezik që do t'ju ofrojë me një ëndër tuaj, por duhet të mbani mend se ky rrezik duhet të llogaritet mirë për të arritur atë që dëshironi. Eklipsi do t'ju vërë në procesin e rishikimit të rrethit tuaj shoqëror, dhe të shiheni se kush duhet të qëndrojë në jetën tuaj dhe kush duhet të largohet. Miq të afërmit dhe njerëzit të cilët bashkëveproni, çdo ditë do të kalojnë gjithashtu nëpër një të njëjtën sit që mund të ndjejnë pak zhgënim nga veprimet që personi që mund të mësoni papritur diçka që ju trondit dhe të hyni në procesin e vlerësimit të marrëdhënieve suaj ose për të mësoni diçka për dikë të afërt dhe të mërziteni shumë. Të humbni besimin dhe mund të lindni një përçarje midis jush. Gjithashtu në bisedat me të afërmit, fëmijët ose miqt, mund të ndizet nga askënd dhe mund të përfundojë duke u grindur për një arsye apo për shkak serioze. Nga ana tjetër, një i dashur që mund të largohet papritur nga jeta juaj
dhe rutina juaj e përditshme, duke të jeni të trishtuar, qoftë sepse ka marrë një transferim ose sepse do të largohet për studime ose për zhvendosje diku larg. Megjithatë, eklipsi mund të mbajë edhe disa surpriza pozitive për ju që mund të takoni me persona të fuqishëm dhe mund të mbështeten në planet tuaja, ose me miq të njohur për të mbështetur përpjekjet dhe qëllimet tuaja. Mund të keni të ardhura, mund të keni ndryshime, ndikime, mundësi dhe shumë gjëra të tjera e cilët po përballeni. Mund të gjeni gjithashtu një mundësi nëse po kërkoni të blini një pronë. Ato që kanë të bëjnë më tepër në lidhje me ascendentin ose planetet që kanë të bëjnë ndikim me dashin, kanë bëjnë në fushën e dashurisë, kanë bëjnë në fushën e punës, fushën e karrierës, në bashkëpunime, e janë demët, luanët, akrebët, ujorit të 10 ditë të parë. Për sa i përket çështjeve që kanë bëjnë, duke pasur parasysh një nga mundësitë më të arta, pse do mërziteni juve kaq shumë? Pse? Sepse dikush ju e keni ndihmuar si dash jeni dhe do dëgjoni disa fjalë që ata X apo Y i thonë një fjalë që thasha the me gjiu, njerëzit që flasin pas krave, gjithmonë do flasin. Edhe pse e ndihmuan, e do t'ju vi keq me këtë çështje, me këtë eklips i përfundoni, i pastroni dhe ata do të mërziten ju. Ju do mërziteni sepse keni bërë mirë dhe jetët që derë. Por juve që i thatë një fjalë diku dhe fjala juaj u nxor, nuk u mbajt sekret dhe keni ndihmuar X-in apo Y-in. Megjithatë, periudha dhe koha kur ndodhin fenomenet, mundësia dhe rëndësia që kanë bënë, është ajo koha që neve themi gjithmonë mbi ndryshimet dhe takimet. Meqense në lidhje me eklipset e kam thënë dhe themet madhe, është momenti, është koha, dashuria dhe dëmshuria, mundësia dhe çështjet që kanë bënë, është një nga vendimet më të rëndësishme dhe të kohës suaj dhe për kohën që ndodhin fenomenet, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim dhe në anën tjetër të bisedimeve dhe të mundësive të arta që keni për sa i përket arsyes dhe mundësive që jepet në çështjen tuaj. Do shkojmë te një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë me kualitet, me mundësi, me stabilizime dhe vendime të rëndësishme, që këto janë të shenjës së demit. Dëm të dashur, arsyeja, mundësia, koha që ndodhin fenomenet janë të arta. Juve jeni gati të përgjigjeni pyetjeve dhe rrugtimit tuaj të ardhshëm, se do keni dhe pengesa. Besoj se po, jeni. Ajo që do të thotë në eklipsin diellor në ujor me datën 17, po vjen me një shpërthim dhe mund të sjellë një domino ndryshimesh në karrierë ose në familjen tuaj. Veçanërisht nëse keni lindur në ditët e fundit të shenjës suaj të zodiakut, disa prej jush mund të kenë një përçarje të papritur në mjedisin tuaj familjar dhe duhet të veproni dhe të ndihmojnë në mënyrë që të mos keni probleme të mëtejshme. Të tjerët mund të kujdesen për shtëpinë dhe për të bëjnë një zhvendosje në një blerje ose një rinovim. Mund të keni gjithashtu një ndryshim në vendin tuaj të punës ose mund të vendosni të punonin nga shtëpia, qoftë përmes punës, nga në distanca ose duke bërë shtëpinë tuaj selin e biznesit tuaj. Ndërsa të tjerët mund të bëhen të pavarur, duke filluar biznesin tuaj ose familjen tuaj, sado që eklipset shpesh na bëjnë të ndihemi të shqetësuar, por ato gjithmonë na japin shtysë për të ndërmarrë veprimet dhe për të bërë ndryshime që do të na ndihmojnë të përparojmë. Ndryshimet që mund të ndodhin edhe në sektorin e karrierës dhe mund të keni një ngritje të papritur në detyrë, një propozim i rëndësishëm ose mund të mbyllni një punë me një klient të madh, nëse jeni freelancer, ose mund të ndryshoni plotësisht punën tuaj e të bëni diçka që ju emocionon. Nga ana tjetër, kompania me të cilët punoni mund të njoftoni papritur se do bëni ndryshime ose shkurtime dhe ju mund të jeni të stresuar, por mos harroni se çdo problem ka zgjidhjen e vet. Dhe një rrugë e re në jetën tuaj mund të fillojnë nga fundi papritur. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm për mënyrën se si flisni dhe sillni ndaj eprorëve dhe shefave dhe mos të reagoni në mënyrë të vrazhd. Është e njëjta gjë që vlen edhe për njerëzit e tuaj në shtëpi, duke reagoni në mënyrën më të mirë të mundshme. Ose nuk duhet të shtroni presion mbi ta, ose duhet të mendoni
se ata gjithmonë mund të dëmtojnë humorin tuaj sepse ka reagime të forta, mund të shojnë në grindje dhe përçarje. Ju prekni shumë nga ky eklips nëse keni diellin në shkallën 25 deri 29 gradë në shenjës tuaj, në ascendente, në shenjat siç nëse keni shenja ose bashkëpunime, ose të martuar, ose keni mundësinë me Demin, me Luanin, me Akrepin, me Ujorin në këto shenja. Por ajo që do të keni, dhe mundësi që do të keni, unë kam thënë dhe themet madhe, po të shikoni në anën e punës ose të gjërave që do të diktojnë, do të ndikojnë, po, të gjërat e papritura. Prandaj ja thash në fillim që jeni gati të përgjigjeni kërkesave, edhe shumë gjëra të tjera sepse do prishin disa ekuilibra, por kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë vendime që merren, sepse çështjet ligjore, marrja një punë të re, papritur mund të jeni në detyrë, papritur mund të keni mundësinë. Dhe shenjat që ndikohen pra që kanë bëjnë në fillim të emisionit, siç e thash, është mundësia më e artë dhe më pozitivja e qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë për juve të shenjës së Demit, që ka të bëjnë shumë në biseda, ka të bëjnë shumë në ndryshime, sidomos lidhjet me Ujor, lidhjet me Virgjeresh apo dhe me Akrep të dhjediqit të parë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja ajri, ku mundësit janë shumë të mëdha dhe do lodheni shumë, por larg dhe kujdes në alizhverish, themun, ose në biseda në shitblerje. Kujdes sepse ju do t'ju hedhin. Nuk është që për të hedhur ose si çfarë mund bëni, por është koha ku gjërat do jenë më ndryshe nga që mendoni. Prandaj dhe ju them, bëni pa kujdes në këtë aspekt. Që këta do thotë shenja e binjakëve. Eklipsi diellor dhe hënë e re me datën 17 shkurt në Ujor fton të shihni pamje të përgjithshme të jetës suaj, filozofinë tuaj, perceptimet tuaja, qëllimet tuaja dhe mund t'i japi shtysë për të kapërcyer kufit tuaj për të ndjekur ëndrrën tuaj. Kjo hënë ndikon në çështje që lidhen me studimet, lidhen me anën e internetit, marrëdhëniet me të huajt dhe jashtë vendit, udhëtimet, promovimet, idetë ose punës suaj, botimet, mediat, çështjet ligjore, por edhe çështjet e komunikimit dhe mund të jenë një arsye që ju ndryshon dhe evolimi i shpirtit tuaj. Pra mund të lini pas idetë që të cilat keni hequr dorë ose vendime që keni marrë në cilat nuk ju shërbejnë më. Nëse keni lindur në fund të shenjës suaj, mund të keni disa ndryshime në qëllimet tuaja të ardhshme dhe aty ku mendoni se kishit gjetur rrugën tuaj, mund të përfundoni duke zgjedhur një rrugë tjetër që ju shpreh më shumë. Eklipsi në shenjën e Ujorit ju frymëzon të eksploroni, të zgjeroni dhe të kërkoni të vërtetën në thelbin e marrëdhënieve tuaja, miqësore dhe personale. Do të bëni më komunikues, mund të keni kontakte me të huaj dhe në botën e jashtme, dhe mund të ndjeni dëshirën për të filozofuar disi rreth situatave, përreth jush, në fundit ndryshoni bindjen dhe mënyrën tuaj të menduarit. Eklipsi ju kërkon të ndiqni ambicien tuaj, dhe të thoni po zgjerimit të horizonteve tuaja shpirtërore. Në përgjithësi, nuk është një eklips negativ për ju, dhe në çdo problem që ju mund të lindi, do të jetë në gjendje të përballoni dhe të jeni në gjendje të ndihmoni të tjerët, si një mik ose si një afërm. Megjithatë, do të jeni të kujdesshëm në mënyrën se si të shprehni, mos e ngeni zërin në biseda mes njerëzve të gjakut tuaj, vëllezërit, motrat, fëmijët, njerëzit me të cilët keni kontakt të përditshme në rrjetet sociale, sepse një fjalë juaj mund të nxjisë një stuhi reagimesh dhe t'ju fusë në keqkuptime. Keni kujdes edhe me problemet që ka të bëjnë në punën tuaj ose në role drejtuese. Ata që kanë të bëjnë më tepër në lidhje me ndikimet që keni juve të shenjës së binjakëve, me Demin, Luanin, Akrepët dhe Ujorin të dhjediqit të tretë, por bashkëpunime që kanë bënë, sepse duke pasur parasysh, meqense më tepër lidhet ajo e punës ose gjërat që kanë bënë me dashurinë, kanë bënë me punë të reja që keni ose me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me bashkim familjar, dokumentacione një herë, mbas eklipsit, do më kujtoni, do shikoni gjitha shenjat pak a shumë kanë ndikime shumë të mëdha, sepse lidhet shumë me dokumentet, me aplikime të ndryshme, me dokumentacione të rëndësishme, ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Sidomos, binjak pesh, binjak virgjeresh, binjak shigjetar njerë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për punën, për karrierën, për ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jetës suaj dhe konkluzioneve që do të shikoni në fund, do më kujtoni çka thënë Jorgo Pulla për këtë eklips kaq të rëndësishëm deri në 2028, kaq vendime që do të merren dhe kaq ndryshime që do të keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë me propozime, rritjen detyrë,
kërkesë llogarie, shtatzanie dhe jo vetëm, që këta janë gaforet. Për sa përket gaforeve, me qenë se eklipsi diellor datës 17 shkurt, në orë do ta kthej vëmendjen tuaj te portofoli juaj dhe nëse keni lindur në fund të shenjës suaj, mund të keni surpriza në nivel financiar, qoftë pozitive ose negative, pra më shumë pozitive. Pra nga njëra anë mund të shfaqen fitime, mundësi që mund të gjeni një burim të ri të ardhash, qoftë nga puna e dytë ose nga një ndryshim pune dhe page, ose mund të vinë një bonus ose një dhuratë që do t'ju kënaqë shumë. Nga ana tjetër ekziston mundësia që të vinë një faturë fryrëse ose një borxh që mund të bëhet e papritur i papaguar, një kredi që nuk miratohet për ndonjë arsye apo për tjetër, për një kontratë financiare që prishet ose një shpenzim i paparashikuar mund të nxjerrë jashtë buxhetit. Mos e humbisni qetësinë, sepse do të gjeni mënyrë për të siguruar fitimet tuaja dhe së shpejti do jeni në gjendje të kompensoni çdo humbje. Mosmarrveshjet për pronën, kompensimi, bonuset, ushqimi, kreditet, financimi, bonuset dalin në pa dhe mund të merrni një fitore të madhe nëse ndërmerrni veprimet e duhura dhe nuk jeni impulsiv. Ndërsa ndikimi i eklipsit zgjat, ju do të keni vazhdimisht në mendje financat tuaja, e do të kërkoni në mënyrë mundësitë ose idetë që mund të rrisin të ardhurat tuaja dhe të shtojnë disa prekje, shtesë, luksi të jetës suaj. Përveç financave, kjo hënë nuk vjen me humor kërcënues për përfaqësuesit e shenjës suaj, por kjo do të thotë që nuk duhet të jeni problematik ose të jeni më tepër në lidhje me punën tuaj të debatoni, por të jeni të saktë, të qartë, por dhe marrëdhëniet me angazhimet tuaja të ngushta. Eklipsi mund të funksionojë si një zbulues që të mësoni disa sekrete të fshehura rreth njerëzve me të cilët jeni lidhur personalisht ose profesionalisht. Do të jeni të kujdesshëm për ata që thoni se si thoni në atë mënyrë që të mos keni efekte anësore për problematikat që ndodhin në çështjen tuaj. Ju ata që mund të themi me anën tuaj, keni ato që bashkëpunoni me Demin, Luanin, Akrepin, Ujorin në anën tuaj më të mirëmueshme, sepse duke pasur parasysh ajo çka është ose në lidhje me punën tuaj aktuale, do të dashikoni që ka të bëjë me një shtatsani të mundshme në lidhje me komunikimin, sepse sidomos me britqap, me dash dhe me peshore ka është diçka mjaft e madhe në lidhje me suportin që keni ose me ato çka është që nxjerr në dritë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për mundësitë që jepen ose kohën e artë që do të keni në anën tuaj, dhe kjo bën që momentet, periudha ndodhin fenomene të ndryshme që mund të keni dhe kjo është mundësia që juve nxirrni në pa gjëra të mëdha, arsyeja e punës, e karrierës, e ndryshimeve të mëdha që keni dhe jo vetëm, sepse është një moment mjaft interesant, pra që bëhet, periudha që ndodhin fenomenet për arsye të punës dhe të karrierës suaj, dhe është një ndryshim shumë i madh që vjen drejt jush. Prandaj është dhe koha më e miramueshme për na bini pas në lidhje me dashurinë dhe familjen dhe biznesin që do të keni mundësi për gjëra të arta dhe në vazhdimsinë e tyre. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që përpunon, rrezaton, stabilizon kohën tuaj në mënyrën më të artë, në mënyrën më të mirë të mundshme, që këta janë të shenjës luanëve. Për sa përket shenjës luanëve me eklipsin diellor në shenjën e Ujorit e të shenjës në shenjës suaj, zhvillohet drejt për drejt përballë jush që ndikon në fushën e marrëdhënieve, martesës, partneriteteve dhe mund të sjellë disa trazira intensive në fillim. Por duhet jeni të kujdesshëm sepse deri në vitin 2028 shumica e eklipseve do të ndodhin në boshtin Luan Ujor. Mbajini mend, deri në vitin 2028 çdo eklips ndodh në boshtin tuaj. Pra Ujor Luan është boshti i ri që ndodh në këto 2 vite që do vinë. Ndoshta disa për jush ose në disa ndikime që ka të bëjnë për sa i përket çështjeve që jeni të gatshëm, për sa i përket çështjeve realizimeve në jetën tuaj personale, ky eklips veçantë mund të sjellë ulje ngritjen e marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja, veçanërisht nëse keni lindur në fund të shenjës suaj. Ndoshta disa për jush mund të marrin vendime për të zyrtarizuar një marrëdhënie ose partneritete, ndërsa të tjerët mund të thonë lam të mirë për të lënë një angazhim serioz. Hëna ju motivon të kuptoni nëse do të merrni kënaqësi dhe dëshironi përmes marrëdhënieve tuaja dhe varësive nga përfundimet tuaja. Të ndërmerrni hapet e nevojshme për të përmbushur nevojat tuaja.
Nëse i vendosni dëshirat e të tjerëve mbi tuajat, përfundimisht mund të mos jeni në gjendje të rezistoni presionit të brendshëm dhe dëshironi të hapni një kapitull të ri në jetën tuaj. Të bëni ndryshim, pasi të jepni fund më parë situatës së mëparshme. Ky eklips mund të mbjellë faren e ndryshimit dhe dyshimit dhe vendimeve tuaja që duhet të merren afër 12 gushtit kur eklipsi diellor ndodh në shenjën tuaj. E vetmja gjë e sigurt është se sa më shumë të shmangni dhe të rezistoni ndryshimeve, aq më shumë do të zgjatet nevojat tuaja. Prandaj, deri në vitin 2028, kur eklipset do të ndodhin në boshin e shenjës suaj, shumë gjëra do të kenë ndryshuar në jetën tuaj. Pavarësisht nëse doni apo jo, pasi është e vetmja mënyrë që ju të evoluoni një ditë përreth hënës së re. Eklipsi diellor në ujor, një klim veçanërisht e ngarkuar që mund të krijohet nga asgjë në jetën tuaj të përditshme dhe në marrëdhëniet tuaj do të jeni në gjendje të zbutni sistemin tuaj nervor. Megjithatë, skenarët nuk janë vetëm negativ, pasi mund të ndjeni pasion intensiv dhe të dëshironi të çoni marrëdhënien në hap më tej, ose me vrudhin dhe forcën që zotëroni të pretendoni një pozicion më të mirë pune dhe sigurisht fitimet më të mira. Dhe për shkak se do të jeni në nxitim dhe rrugtimi juaj, shpejtësia juaj e kalon të kuqen, duhet të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj dhe për gjendjen tuaj fizike. Ju prekeni më shumë nga ky eklips nëse keni diellin në shkallën 25 ose 29 tuaj, nëse ascendentet ose planetet që juve ndodhen në shenjën suaj, në shenjën e Demit, Luanit, Akrepit dhe Tujorit në këto grad, atëherë kërkohet vëmendje. Dashuria. Edhe pse dashuria ka të bëjë shumë Luan Dem, Luan Akrep, Luan Ujor. Periudha kur ndodhin këto gjëra, me që se ndodhë në këtë bosh dhe në 2028, e do keni dhe muaj ngushtë në datëlindjen tuaj, muaj tuaj, ka të bëjë dhe një ndikim shumë i madh në aspektin e punës ose një shtatzanie e pamundur, pamundur me kuptimin e fjalës, mundoni shumë po s'parini dot atë që doni, ke varet në individ pastaj kur ndodh fenomeni. Mundoni që të jeni sa më korrekt për gjërat që doni të bëni dhe mundësitë që do t'ju jepen, sepse nga njëra anë është mundësia dhe momenti i duhur për stabilizimin dhe korrektësinë. Në anën tjetër është koha dhe vendimet që merren në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, e kështu me radhë keni shumë gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë, sepse më tepër ka të bëjnë në bashkim familjar dhe dokumentacione, do thot Luan Ujor, Luan Shqiptar, Luan Dem. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse është një kohë ku shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën tuaj. Ja kam thënë të madhe, sepse do të ndodhin shumë deri në 2028, jashtë mase, eklipse do ndodhin, hëna e re, hëna e plot, po do të kemi këto periudha të ndryshme, por bëni kujdes, mos mund nxitoni në vendime që do të merrni. Do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek një shenjë me rëndësi të veçantë, tek një shenjë që vërtet ka të bëjë shumë me punën aktuale, ka të bëjë shumë dhe me një udhëtim të papritur që do të ndikojë në fushën e punës, në fushën e ekonomisë, por gjëra të tjera që do të keni mundësinë për t'i zgjidhur, sepse jeni shumë të stresuar në lidhje me punën, mund të keni ndryshime në këtë aspekt, që këta janë të shenjës së Virgjëreshës. Për sa i përket shenjës së Virgjëreshës, duket se ky eklips duket se me hënën e re në ujor do të ndikojë si në aspektin e punës, ashtu edhe në ato të shëndetit. Veçanërisht nëse keni lindur në 10-ishin e tretë të kësaj të shenje, tani është koha e duhur për të çliruar nga disa zakone shkatruese që po ju mbajnë mbrapa të mbërthyer, se kjo ndikon shumë në mirëqenien tuaj. Pra, nëse po e neglizhoni veten në gjendjen tuaj fizike, ndoshta në këtë eklips do të lindë ndonjë problem që do të motivojë të bëni të bëjë kushtoni më shumë vëmendje jetës suaj, do të merrni vendime për të vendosur një orar të duhur dhe për të fituar në jetën e përditshme më relaksuese që të lejon të merrni me gjëra që ju kënaqin dhe jo vetëm me detyrimet tuaja që ju lodhin fizikisht dhe psikologjikisht. Gjithashtu duhet të keni kujdes nga teprimet si në ushqimin edhe në vendimet të tuaja dhe mos jeni të pamatur sepse kjo sjell rrezikshmëri në lëvizjet tuaja të punës suaj dhe të ekonomisë. Megjithatë, jo vetëm që do të keni ndryshime në aspektin e punës dhe të vendimeve që do të merrni, por kjo në çështje profesionale, sepse lidhet me stresin, lidhet me shumë gjëra, por këto do përfundojnë një herë mirë, sepse do të largoni gjërat që nuk ju pëlqejnë më dhe do të ndryshoni punë. Ekziston gjithashtu raste që do të bëni ndryshime në rutinën tuaj të përditshme të punës dhe të jeni në punë tjetër, megjithatë jo të gjithë skenarët janë negativ. Pasi tani mund të ketë një ofertë e re ose mund të ketë një ide të shkëlqyer për zbatimin e një lëvizje biznesi, të filloni të kërkoni dhe të vraponi dhe të mos
Le rrini në vend që të fitoni kohën e humbur. Çdo gjë që ndodh do t'i kushtoni vëmendje të madhe shëndetit tuaj ose gjërat që keni pasur më përpara. Ajo që do të keni në lidhje me punën ose keni ascendente në shenja siç është binjakët, ujori, shikjetari, keni një ndikim shumë të mirë dhe kjo mund t'ju ofrojë disi në fushën e dashurisë, sepse koha dhe periudha ka ndodhur në fenomene të tilla dhe mundësi të arta që ndikojnë në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që ndikohet në reputacion, por dhe në role drejtuese. Do keni kujdes me ligjin, por ju keni pasur probleme me ligjin, por ju keni pasur disa sekrete dalin në sipërfaqe shumë të mëdha, por gjithsesi kjo varet nga juve se si mund të trokisni për zgjedhur zgjidhje. Këto janë të shenjës peshoreve. Eklipsi diellor dhe hënë e re në shenjën e ujojit do t'ju bëj pasionant dhe nëse keni lindur në fund të shenjës mund të lini një dashuri e re. Financat tuaja që mund të përmirësohen ose talentet tuaja që keni. Do të ngrihen dhe mund të ndjeni shpërthime, kreativiteti, në përgjithësi do të keni më shumë dëshirë për të argëtuar dhe për të qenë të lumtur, për të shijuar dhe për të lidhur me të dashurën tuaj. Mesazhi i eklipsit është i qartë dhe dëshironi që ju të hapni zemrën tuaj të lumturisë dhe të ndjeni dashuri, kujdes për të angazhuar në aktivitete që sjellin gëzim dhe kënaqësi. Do të keni një dëshirë të fortë për të dalë, për të qenë pasionant dhe nëse jeni në marrëdhënie që ju kënaq dhe ju mund të vendosni të arrini deri në martesë. Megjithatë, nëse partneri juaj nuk ju plotëson nevojat ose keni pasur probleme të përditshme të vështira, toksike apo gjëra të kësaj natyre, do ta bisedoni shtruar që të gjeni një zgjidhje. Me njohjet që keni, nuk jeni akoma lidhur ose nuk keni bërë një fejesë dhe nuk jeni shumë të lumtur për kësaj gjëra, mund t'i ndërprisni ato. Njerëz të rinj që mund të shfaqen papritur në jetën tuaj ose në situata të vjetra, që mund të shfaqen në një nivel romantik me këtë eklips. Nëse jeni prindër, ka shumë të ngjarë që tani të mësoni diçka për fëmijën tuaj ose diçka shumë të rëndësishme që ndodh në jetën tuaj. Një pasardhës është e mundur të ndodhi në lidhje me çështjet ligjore, edhe pse keni pasur probleme, por për ju që jeni në pritje për një shtesë në familje, një shtazani mund të ndodhë e papritur. Nga ana tjetër, një situatë e fshehur në lidhje me një romanc mund të zbulohet dhe t'ju shokoj ose mund të keni të jeni të mërzitur. Kjo do të thotë surpriza, do të thotë një keq interpretim ose keq kuptim. Bëni kujdes në lidhjet tuaja, bëni kujdes në çështjet ligjore sepse me shfaqjen e disa problematikave që do të keni, bëni kujdes, sidomos këto 2-3 ditë, mirë është të jeni të vëmendshëm. Nëse keni probleme të tilla, mund të mos merrni rreziqe në këto drejtim sepse nuk mund lozësh me jetën ose me gjërat të kësaj natyre. Prandaj do të trokisni, të gjeni zgjidhje për problemin, pa u marrë vesh, pa u hapur, sepse sekretet që dalin mbi sipërfaqe për skandale që do të ndodhin, por me ligjin dhe me gjërat e tjera që do të keni, është mirë që të rishikoni dhe ditë që parë e ka parë problem. Por kjo varet individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, çfarë mund të bëj unë dhe kur mund të kontaktoj me njerëzit që un kam probleme, pra janë individuale. E përgjithshme, dashuria duket se me gafore, me ujor dhe me dash është krejt normale me punën tuaj, me vendimet që merren dhe periudhën që juve keni në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë mjaft e rëndësishme për nga ndryshimet dhe vendimet që merren, që këta janë akrepët. Për sa i përket shenjës akreve, duket se hënë e re që zhvillohet në shenjën e ujor, në një shenjë fikse si e juaja dhe aktivizon boshtin e karrierës të familjes. Kjo do thotë që mund të keni disa ndryshime hapësinore, veçanërisht nëse keni lindur në fund të shenjës, mund të jeni duke ndryshuar punë, pozicione ose duke u zhvendosur. Ky eklips do të shkaktojë disa boshllëqe emocionale që ekzistojnë në marrëdhënie familjare ose çështjet e karrierës. Edhe mund të dëshironi të distancoheni fizikisht ose metaforikisht. Nëse dikush në shtëpi ose në punë po shkakton dhimbje apo probleme, është toksik, ju shteron emocionalisht ose ju mban mbrapa, atëherë arrini kufit tuaj dhe do të jepni fund dramës që po përjetoni. Do të dëshironi të bëheni të pavarur dhe nuk do të lejoni veten të tërhiqni dhe të ju shfrytësojnë. Nëse mesazhi nuk gjen marrëveshje të hapur, atëherë kjo mund të mbyllet një herë për gjithmonë nga njerëz toksik.
Dhe kjo do të thotë në punë, kjo do të thotë në karrierë, kjo do të thotë në probleme që juve keni në punën tuaj. Keni nevojë për dashuri, pranime, admirime, keni nevojë për ekonominë, stabilizimin. Një punë e re është e gatshme. Sidoqoftë, nëse kuptoni nevojat tuaja, mund të përjetoni momente të bukura me dashurinë tuaj. Hëna do të sjellë një ndikim shumë të mirë në jetën tuaj, sepse kjo hënë e re, edhe pse me këtë eklips do t'ju ndihmojnë jashtëmase për të zgjidhur problemet tuaja. Të tjerë që mund të mendojnë ose të bëjnë çështje të rëndësishme që fillojnë me biznesin tuaj, dhe kjo do të thotë profesion, kjo do të thotë mundësi dhe zhvillime të reja. Planet madje mund të përfshinë një blerje të shitje pronës apo diçka tjetër, sepse ju gjithashtu mund të vendosni të krijoni familjen tuaj dhe të kërkoni një shtëpi me partnerin apo partneren tuaj. Sigurisht, si gjitha shenjat shenjat fikse, duhet të jeni të kujdesshëm në çështjet e shëndetit ose në gjërat që ju preken direkt tani për tani. Ju prekeni më shumë nga eklipsi nëse keni diellin ose hënën në shenjat që kanë bëjnë me demin, luanin, akrepin ose ujorin, keni planetën në këto shenjë, sepse kjo zgjidhet me mënyrën se si bëni gjërat ju, zgjidhet me kuptimin, por lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë me dash, kanë bëjnë me ujor, kanë bëjnë me gaforre, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse studimet dhe ndryshimet, mundësitë dhe kohën e artë që keni në fushat të ndryshme dhe më ideale që janë në kohën më të mirë të mundshme dhe të stabilizimit financave dhe të dashurisë së munguar ku e keni mundësinë. Por bëni kujdes në njerëz të toksikë, njerëz që nuk ju përkasin me njerëz që nuk ju lënë të isni përpara dhe nuk keni fitim nga këto gjëra, fshiheni nga memoria dhe ecni përpara se ka për të arritur qëllimin për gjërat që doni të bëni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë më ndikuese dhe më favorizuese, kjo do thotë shenja e shigjetarëve. Kemi eklipsin e parë të vitit në ujor, nëse jeni të lindur në dhjetëdijin e 3 të shenjës suaj, do të jeni shumë të kujdesshëm në çështjet e komunikimit, ose asaj që thoni, asaj që shkruani, asaj që publikoni dhe si shprehni, jo vetëm në privatësi, por edhe në mediat sociale. Keq kuptimet që fshihen, dhe prandaj mendoni 2 herë dhe 3 herë para se të vendosni të ndani mendimet tuaja dhe në lidhje me persona të tretë. Ky eklips ju vën në procesin e të menduarit për të ardhmen tuaj. Qëllimet e reja që keni për studime ose për punë, për të parë se çfarë mund të ndryshoni, modifikoni në mënyrën që të jetë më efektive për jetën tuaj. Mund t'ju japi gjithashtu forcën për të shtruar nga njerëzit dhe situatat që ju pengojnë, zhvillimin tuaj si punën ashtu dhe jetën tuaj. Intuita juaj do të jenë intensive me këtë eklips dhe është mirë të besoni asaj. Kështu që nëse ndjeni se ka njerëz në midis tuaj që po ju manipulojnë dhe po ju përpiqen të ulin vlerësimin tuaj, duhet të distancoheni prej tyre. Në përgjithësi, kjo hënë do t'ju djeg disi mendjen, pasi do të mendoni dhe analizoni shumë gjëra gjithçka që ju veprisni. Megjithatë, çështja është të gjesh një mënyrë për të kthyer mendimet tua në veprim dhe jo vetëm të mendosh për të njëjtat gjëra dhe të shpërdoresh energjinë. Megjithatë, këto ditë do të jesh më ekstrovert. Ekstrovert do të thotë më shoqëror. Do të kesh oreks për shëtitje, për udhëtime, do të kesh shumë biseda, udhëtime, transaksione financiare dhe ndoshta të papritmas, do merrni lajme pozitive për një pronë ose diçka që lidhet me çështjet e trashëgimisë. Mund të lindin edhe mundësi në fushën profesionale dhe nëse ke punuar shumë në të kaluar, ndoshta tani përpjekjet tuaja do të shpërblehen dhe madje mund të ofrohet një ngritje në detyrë. Sidoqoftë, duhet të jesh i kujdesshëm në shëndetin tënd, por edhe në marrëdhënie me vëllezërit, motrat, fëmijët, njerëzit të cilët hyjnë në kontakt të përditshëm në mënyrë që të mos shkëmbes fjalë të rënda. Prandaj ki kujdestu. Ju prekeni shumë në këtë eklips edhe pse keni të bëni me njerëz të rëndësishëm në martesë, në dashuri, në njerëz të rëndësishëm, demin, luanin, akrepin, ujorin, të dhjetëdijit parë dhe të dhjetëdijit të tretë, që ka të bëjnë shumë me ndryshime të mëdha. Por gjithashtu kjo ka të bëjnë dhe me trashëgiminë, siç e thash, ose me disa çështje financiare ekonomike. Kjo los një rol shumë të rëndësishëm çfarë ka ndodhur në 2014-ën edhe në vazhdim, në problematikat më të mëdha që keni pasur. Në 2009-ën mos tashin kurrë për arsye të punës ose keni pasur nga problematika nga më të mëdha në lidhje me shurjen e një
çështje madhore ekonomike financiare, me disa gjëra që janë përshpejtuar, janë shtuar, shto mi dhe shto ujë, buk zbëhet, juve jeni munduar shumë që t'jeni korrekt, po tjerë nuk kanë qenë, dhe kështu që keni dalë jashtë konjunkturës suaj, jashtë asaj çka bëni. Por tani ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur çfarë problematike. Në lidhje me dashurinë, edhe pse shigjetar binjak, shigjetar virgjëresh, shigjetar pesh, është koha më mirë e mundshme për të stabilizuar ata dhe momentet e harta për të arritur qëllimit. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft interesante, do shkojmë tek një shenjë që lidhet shumë me takime dhe me ndryshime të mëdha, që do thotë shenja e bricapëve. Eklipsi diellor, miqtemi të kësaj shenje, sjell ndryshime të papritura në çështjet financiare dhe ju kujton se zgjedhjet tuaja në mënyrë se si shpenzoni ose kurseni në të vërtetë ndërtojnë situatat tuaja financiare. Të lindur në fund të shenjës së zodiakut janë më të prekur dhe përgatiten të rishqyrtojnë marrëdhënien tuaj me paratë. Ata që vlerësojnë më shumë dhe nëse financat tuaja përcaktojnë vetbesimin tuaj, ndjenjën e sigurisë që keni. Në përgjithësi, eklipsi nuk është negativ, por kjo nuk do të thotë që duhet të jeni të pamatur. Shmangni marrjen e rrezikeve ose bëjeni lëvizjeve ose marrëveshjeve të nxituara në lidhje me paratë tuaja. Pavarësisht se sa joshës mund t'ju duken, por pa studiuar asnjë detaj më të vogël. Eklipsi mund të sjellë shpenzime të papritura, ose mund të lindin një borxh nga e kaluara, në cilin nuk ishte konsistent. Dhe kjo do thotë ndikim, kjo do thotë e keni lënë në dorë të rastësisë. Gjithashtu, mos u drejtoni në blerje impulsive dhe blerje të panevojshme, që mund të duke përmirësuar mënyrën dhe psikologjinë tuaj, sepse e vetmja gjë që do të arrini është të dilni më tej jashtë buxhetit. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm në menaxhimin tuaj financiar. Mos bëni lëvizje të cituara sepse mund të prishin shumë ekuilibra. Dhe mos u tundoni fatit në punë, sepse nuk është dhe nuk janë për të rrezikuar. Megjithatë, meqense me këtë eklips gjithçka është e mundur që mund të lindë papritur dhe mund t'jap të ardhura shtesë. Prandaj përgatituni për gjëra të tilla, është më mirë për juve. Është një shfrytëzim i pasurisë tuaj të patundshme ose marrni një trashëgimie, përfitoni nga ndikimet e eklipsit për të shfaqur më tolerant talentet dhe për të shitur disa çështje tuaj që merrni me tregti, ka diçka shumë të madhe. Megjithatë, eklipsi ju prek edhe në nivel emocional dhe mund të ndjeni përreth jush të vlerësime të mëdha dhe gjëra të tjera, por kjo nuk do të thotë dhe gjërat që janë negative pasigurisë që mund të keni për shembull ose vetkërkues për disa gjëra që nuk kanë vlerë të madhe, prandaj keni kujdes, mbani veten, megjithatë mos u detyroni në situata të qëndroni në pasiv, sepse gjërat janë krejt ndryshe nga ajo çka prisni, sepse ndikimet që kanë bënë, mundësitë që ju jepen, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me ndryshimin e madh që vjen, sepse duke pasur parasysh në lidhje me dashurinë, siç janë bricjapi, gaforja, peshorja, dashi, në përgjithësi kanë ndikim shumë mirë sepse lidhet shumë me punën aktuale, lidhet shumë dhe me takimet dhe vendimet të rëndësishme që ju merrni në anën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tani, tek vetë dita, tema e rëndësishme e ditës e eklipsit që ndodh në këtë shenjë, me rëndësi, mundësi, por kujdes, sepse deri në 2028 do jeni në këtë hark kohor dhe në këto momente që ne po flasim sot, do më kujtoni sepse çdo eklips ndodh në harkun, në boshtin ujor luan, dhe jemi tek ujori. Për sa i përket ujorëve, ju jeni duke pritur një hënë të re dhe një eklips, thashtu. Sepse në shenjën tuaj duhet të jeni të përgatitur. Mund të lini disa situata që do të sjellin zhvillime dhe ndryshime në jetën tuaj personale, ashtu edhe në imazhin që projektoni në botën e jashtme. Para së gjithash, me këtë hënë mund të ndjeni se po kaloni në krizë identiteti dhe dëshironi të transformoheni, të rilindni. Kjo nuk është gjë e keqe. Përveç kësaj, kjo do të jetë një periudhë pranimi të asaj që funksionon dhe çfarë jo në jetën tuaj, duke i lejuar njëkohësisht të bëni ndryshime që do të formsojnë versionin e ri të vetes suaj. Mund të ketë diçka që ju ka shqetësuar kohët e fundit, diçka që ju ka shqetësuar në mendje dhe vazhdimsinë tuaj, duke menduar për persona që në situata që nuk ju pëlqejnë,
nuk ju përshtaten dhe doni të ndryshoni ose të zhvilloni ato. Të bëni një fillim të ri në jetën tuaj. Kjo mund të nënkuptoj që një marrëdhënie që nuk ishte të ardhme do të përfundojë përgjithmonë dhe ju do të vendosni të shikoni më poshtë, të lini një punë, po ju bën një presion, të çoni në marrëdhënien tuaj një hap më tej, të angazhoni ose të jetoni së bashku. Megjithatë, në këtë eklips, një dashuri karmike mund të shfaqet nga skënd dhe të kthehet në jetën tuaj përmbys. Por megjithatë, besoni në veten tuaj dhe aftësitë tuaja dhe mos keni frikë nga e reja. Përveç kësaj, ndryshimet në jetën tuaj do të jenë pothuajse të pashmangshme, pasi eklipsi në boshnin tuaj tani fillon dhe do të zgjasë për 2 vite. Prandaj relaksoni. Shijoni eklipset dhe surprizat që shoqërojnë ato. Sa më shumë ti rezistoni ndryshimeve, aq më shumë presion do të ndjeni. Dhe kur jeni në presion, ju dashamirës të pavarësisë, zemrimi dhe nervat dalin. Dhe kjo mund t'ju ushtroj presion psikologjik dhe pasigurinë tuaj emocionale dalin në sipërfaqe. Sigurisht, eklipsi diellor mund t'ju sjellë dhe ndonjë dhuratë përmes ndryshimeve, për sa kohë që jeni në gjendje ta pranoni atë. Disa mundësi që mund të shfaqen gjithashtu për të rritur të ardhurat tuaja dhe mund të duhet të bëni gjëra pak më ndryshe. Ata prej jush që kanë ditëlindje afër datës 17, duke se do të keni një vit të veçantë të ditëlindjes me shumë zhvillime që ju prekeni më shumë nga ky eklips nëse keni diellin në shkallën tuaj 25 deri 29 gradë të shenjës suaj, ose keni ascendente në këto shenja, siç është Demi, Luani, Akrepi, Ujori, pra të shenjës suaj në këtë shenja, sepse ka të bëjnë me kuptimin e jetës, ka të bëjnë me ndryshimin e madh që vjen. Megjithatë, juve jeni pak a shumë të mërzitur për gjërat që kanë ndodhur ose gjërat që kanë qenë në lidhje me shumë kuptime. Por juve që keni mundësinë, kohën e duhur, momenti që ndodhi fenomenet, është një periudhë që vërtet ka një ndikim, vërtet ka një rëndësi, vërtet ka një kohë që jep shumë ndikime dhe shumë çështje të rëndësishme në jetën tuaj, në pasurinë dhe vazhdimsinë tuaj të jetës të korrektsisë. Dashuria, duket se me Luan të 10 ditë parë, me Akrep të 10 ditë tretë, me Dem të 10 ditë parë, është koha më ideale për martesë, bashkim familjar, ju jeni diaspor, dokumentacione, pse jo, është momenti më i artë i mundshëm. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që gjithmonë zbrazet, gjithmonë mbushet dhe tekalon normat, sepse nuk shikon interesin, por shikon dijen, shikon të drejtën e vet, që këta janë peshqit. Eklipsi diellor që mund të funksionojë fuqishëm në një nivel psikologjik, duke sjellë në sipërfaqe kujtime të së shkaluarës ose emocione të pashprehura. Mund të sinjalizojë gjithashtu fundin e një cikli, qoftë në një punë apo në një marrëdhënie. Nëse është koha për të thënë lëm të mirë, mos e vononi fare dhe mos i jepni alibi asaj që nuk po funksionon në jetën tuaj. Gjithashtu, këto ditë mund të ndiheni të lodhur dhe shumë të mërzitur, e ndjeni sikur dikush e ka nxjerr nga priza baterit për të karikuar dhe nuk keni humor për më shumë. Mund të dëshironi të izoloheni nga shumë nxitime dhe të bëni një bilans në veprimet tuaja. Ose humori juaj mund të jetë i ulët për shkak të lëvizjeve pra pas skenave që ju bëhen kundër jush në punë ose në shtëpi. Dhe mund të mësoni pa pritmas për ta dhe të ndjeni të zhgënjur. Nga disa njerëz ju keni besuar në të kaluarën dhe keni ndihmuar shumë, qoftë profesionalisht apo personalisht. E gjithë kjo mund t'ju ngarkojë emocionalisht dhe të sjellë tensione ose mund të nxjerrë mbi sipërfaqe pasiguritë dhe frikrat tuaja. Megjithatë, mund të keni prapaskena që mund të gjendeni në një pozicion të vështirë. Nëse zbulohen planet tuaj sekrete e disa marrëdhënie që janë të paligjshme e duhet të mbeten të fshehura, por keni kujdes se diku që keni folur ose keni thënë dhe ju mërziteni për këto. Megjithëse do të mendoni vazhdimisht, do të lodhni trurin tuaj. Do të jeni të kujdesshëm në këto gjëra që krijoni vetë dhe kjo do të thotë relax, do të thotë mundësi, sepse do gjeni kohën magjike, zgjidhjen e problemeve që lindin. Eklipsi ju jep mundësinë të shkundni gjithçka që është
është lodhje, diçka e vjetër, diçka në jetën tuaj që gjithmonë nuk ka gryer, dhe të hiqni qafet, zakonet dhe frikat të këqija, dhe shihni se çfarë duhet të lini pas dhe të ecni përpara. Të hapni një kapitull të ri me shumë shëndet dhe mirëqenie në hapet dhe lumturinë tuaj familjare dhe personale, sepse duket se kjo do të ka të bëjnë kushtojni vëmendje ndjenjave tuaja. Tani është koha për të çliruar nga zakonet toksike që po ju mbajnë mbrapa, të mbërthyer për gjëra që doni. Frikë mos të akuzoheni, frikë të mos dalin mbi sipërfaqe skandale, frikë për të mos pasur sepse diku keni biseduar dhe keni folur për gjërat që keni bërë. Frikë për sa i përket çështjeve që keni bashkëpunuar, diçka, gjëra të kësaj natyre. Por gjitha këto janë më tepër evazive, më tepër keq kuptime, më tepër gjëra që nuk kanë vlerë për ditën e sotme, ngado që të merret, sido që të merret. Larg këtyre frikave, sepse nuk ka frikë, por intuita. Besoni në intuitën tuaj, besoni në atë që çka keni, sepse është koha juaj, është momenti juaj. Tani është koha për të çliruar nga këto gjëra dhe të arrini një herë mirë për të arritur në finish për të mbyllur këto gjëra, sepse nuk ka lidhje as me skandalin, as me sekretin, as me gjëra, sepse nëse flitet një fjalë, sot ka ligje, sot ka gjëra që problemi i juaj nuk është i juaj, por është ati që e shfaq, i ati që e nis, i ati që kallëzon ose bën, sepse shumë gjëra kanë ndodhur për fajt të tjetrit ose e keni pasur juve. Kjo mbyllet një herë mirë dhe kjo është gëzimi më i madh. Kjo është torta që mund të merrni, tortën më të shtrenjtë që mund të jetë. Merreni dhe gëzojeni në familjen tuaj, se çdo eklips ka tortën e vet. Unë e marr, ju bëni të barazëmës tuaj, sepse ka diçka që të lirë, të bësh atë që do, të bësh atë që ke, atë që mendon, vizioni juaj për të ardhmen dhe jo ato të mbrapsht. Mos më thot filani kështu, mos më bëj këtë këtu, mos më jetë ai atje, apo kështu shumë gjëra. Pra, këtu që futet, këtu që dalin, mos qëndroj brenda në tru, sepse granazhi bllokohet, kompjuteri bie, bën crash edhe miru pafshim. Prandaj keni kujdes në këto gjëra, mos i gjini veshin se çfarë thotë dynjaja, sepse flasin se s'kan mundësinë të arrijnë, s'kan mundësinë të kuptojnë ato tuaj dhe kanë frikë tani që do t'i lini pas dore, sepse janë, thashë themi xhi, janë problematika që keni pasur e shumë gjëra të tjera ku është momenti juaj. Në dashuri, duket se me binjak të 10 ditë parë, me shqiptar të 10 ditë tretë dhe me virgjëresh është aja dhe zheja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme dhe të begat në anën tuaj. Por ajo çka unë ju them dhe ju them të madhe, sepse nganjëherë ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, mënyra dhe mundësia që jepet në anën tuaj, por gjithashtu lidhje me ndryshime, lidhje me takime, lidhje me vendime të mëdha që juve keni, edhe periudha që ndodhin fenomenet, ju e keni parë dhe e dini shumë mirë se si gjërat ndodhin në kohën e duhur, momentin e duhur, por gjithashtu dhe mundësit që keni pas. Por në lidhje me çështje që kanë bëjnë, lidhje me mundësinë që juve keni, lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, sepse gjithmonë keni pasur probleme, gjithmonë keni pasur çështje të pazgjidhura. Por për sa i përket këtij eklipsi, është një ndikim shumë i madh që janë shumë të fituar. Për sa i përket, janë 4 shenjat me ndikimin më të madh ku deri në 2028 që do kenë mundësinë, do kenë rëndësinë dhe periudhën e duhur që janë shenjës së demit, shenjës së luanit, shenjës së akrepit, shenjës së ujorit, që janë mundësinë më të madhe që ata kanë, kohën e tyre që ata do të kenë në lidhje me çështje të mëdha ekonomike, lidhje me vendime që do të marrin, lidhje me çështje të mëdha që do të kenë, por bini pas miqtë mi të këtyre 4 shenjave, keni vuajtur shumë në të kaluarën dhe ky është një gëzim shumë i madh që do të keni dokumentacionet që lidhen me dokumentat, lidhen me aplikime, lidhen me shtëpi jashtë shtetit, lidhen me shumë gjëra. Pra këto 4 shenja bini pas, mos i lini pas dore, sepse do më kujtoni për sa i përket gjërave që do të ndodhin në 2028. Pra deri në 2028, në pranverën e 2028 do kemi të themi shumë gjëra në jetën tona në vazhdimsi. Unë Jorgo Pulla ju uroj më të mirën e mundshme. Por pas se të ndajemi bashkë, nëse dëshironi të dini mbi sekretet, mbi problemet që do sjellë ky ndikim, ky eklips, është atje. Pra astrologu.al është kjo faqja këtu. E klikoni, e shikoni, jeni paketat që ju interesojnë dhe direkt flasni pasaj për gjithçka juve dëshironi në Viber, WhatsApp apo Skype. Por ju që doni që ditën e mërkurë që do jemi live me juve në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të biseduar për gjithçka juve ju intereson.
nga unë një rëpulla, uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë, mbarësi, shtëpi e bukuri në familjet tuaja. Mirupafshim.